Demokratët i kanë ndezur motorët e fushatës elektorale dhe puna në terren e kandidatëve, paralelisht të shtrirë edhe në shtabet elektorale. Kandidati Bart Spahia, krahas mbështetësve të tij dhe grupit të punës, inauguroi shtabin elektoral që do ta ketë bashkëllëtar të këtij muaji fushate deri në kurorzimin e fitores së 11 majit. Ai shprehu bindjen se përtej makinerisë shtetërore që opozita ka përballë, shqiptarët do të zgjedhin koalicionin e Aleancës për Shqipërinë Mallështore. Kemi përballë sigurisht një makineri shtetërore, të cilës nuk i mungojnë resurset financiare dhe logjistike, po që nuk kanë kur shpirtin, energjinë dhe zemrën dhe ma kryesorja dëshirën për të fitu si që kemi ne. Jena në anën e duhur, jena në anën e të mirës, po i bajnë një shërbim jashtëzakonisht të madh Shkodrës dhe vendit ton nëpërmjet luftës pa kompromis në një qeveri e krejtësisht pa përgjeshme, e cila ka përsekutu prej 12 vitesh Shkodrën, shkodrant dhe marrë shqiptarët. Spahia vuri theksin tek ndarja e madhe që kanë mazhoranca me opozitën, pasi ne vim me program ndërsa kundërshtari me tallava, shtoi ai. Përveç tallavas dhe atyre shfaqjeve bajate tashma, nuk kanë absolutisht as edhe një gjë për t'i ofruar bashkëqytetarëve tanë. Ndërkohë që ne vim tek ata me një program vizionar i cili përfshin vëmendjen ndaj fushave të ndryshme që interesojnë qytetarëve, që interesojnë shoqërisë shqiptare. Kemi pas rastin ta shohim gjatë këtyre ditëve nëpërmjet daljeve tona publike, rrugë më rrugë, biznes më biznes, derë më derë, interesin e jashtëzakonshëm që ka oferta jonë ekonomike, programi ynë për qytetarët. Le ta përdorim maksimalisht gjatë kontakteve me ta, por njëkohësisht edhe të fokusohemi tek domosdoshmëria e marrjes së garancisë që do të na ndjekin në rrugtimin ton drejt 11 majit fitores ton. Është shumë e rëndësishme, është jetike për ne puna e juaj, puna e strukturave, puna e demokratëve me qytetarët. Jo vetëm me ato të pavendosurit, por edhe me vetë socialistët, të cilët tani ma janë thellësisht të zhgënjym dhe shohin edhe ato shumica e tyre si alternativë të vetë me programin ton. Zgjedhja e Spahis në listë të hapur është cilësuar nga antari i kryesisë Qashif Hoxha si strategji, duke e krahasuar atë me futbollistin Cristiano Ronaldon si njeriu gol në politik. Bart Spahia ka merituar në listën e Partisë Demokratike dikon një vend më lart. E tham këtë pa dashur me kanë polemik, kjo parti ka sakrifikuar lojtarët kryesor vazhdimisht. Du me përmend këtë. Pse? Sepse na je kena borç të idealit, nuk e meriton aty në fund. Por ky lojtar kryesor në Shkodër, ky Cristiano Ronaldo i Partisë Demokratike në Shkodër, të paktën 15 vjet e fundit. Karriera e tij përputhet me karrierën e atij, sakrifica, gola shumë, karrierë gjatë e tjerë. Prandaj, na del për borç. Ata ndoshta e kanë menduar edhe nga ana strategjike, se ky është i vetmi që mundet në këtë finale që nuk përfundon nëse na bëjmë 4 gola. Kja finale përfundon nëse na bëjmë 6 gola. Minimumi 6 gola, me mujt me shku edhe në 7. Edhe ne na del detyra që këtë me furnizu me vota, me amush kamen, e ky me bë gola sa më shumë, edhe me pasat numrin e madh golave që edhe i shtohen Partisë Demokratike për me marrë rezultatin, po i shtohen edhe ti personalisht që me kanë si i 5 në listën e Partisë Demokratike si fitues. Në mbyllje, duke i falendëruar të gjithë për angazhimin, kandidati Bart Spahia shprehu bindjen se Partia Demokratike shkon drejt 11 majit si një familje, drejt fitores bashkë me ata që e bën Shkodrën Mallështore, njerëzit e lirë që nuk dorëzohen kurrë.